Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Me emrin e Allahut, gjithëpërfshirësit me mëshirën e Tij, paqja dhe lutjet më të mira qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu madhëruar: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Dhe thuaj pra, me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij, le të gëzohen, sepse kjo është më e mira që ata mund të grumbullojnë. Prej mirësive të Allahut në këtë ditë të begata është muaji i Ramazanit, që besimtari duhet të gëzohet me ardhin e tij, sepse muaji i Ramazanit është muaji i agjerimit, muaji i namazit të taravive. Muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, leximit të Kuranit dhe zbritjes së tij. Muaji i Ramazanit është muaji i lirimit të njerëzve nga zjarri i xhehenemit, është muaji i faljes, muaji në të cilin hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Muaji që në të shumohen veprat e mira dhe paksohen veprat e këqija, muaji që shpërblehen dhe shumëfishohen veprat e mira. Muaji i sadakas, i bamirësisë, muaji në të cilin më së shumti pranohen lutjet. Muaji i Ramazanit është një muaj që në të ndodhet një natë që është më e vlefshme se sa 1000 muaj, dhe kush privohet nga kjo natë është privuar nga një mirësi e madhe. Muaji i Ramazanit është një muaj që Allahu Azza wa Jall e bëri agjerimin një prej shtyllave të Islamit. E agjeroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i urdhëroi njerëzit që ata agjerojnë atë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë nga Abu Huraira: "Lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma, idha aftara farih wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmih." Pra thot në hadithin që transmeton Buhari dhe Muslimi, për agjëruesin ka 2 gëzime që besimtari pra gëzohet me ta. Kur qel iftarin gëzohet, dhe kur takon Zotin e tij gëzohet me agjërimin e tij. Besimtari gëzohet me agjërimin e tij sepse kur vjen iftari, trupi merr ato gjëra që i ka pas të ndaluara dhe merr ato gjëra që kanë qenë të dashura për të. Besimtari gëzohet sepse agjëruesit ju bë e mundur plotësimi i agjërimit dhe arritja e shpërblimit të madh tek Allahu Azza wa Jall. Dhe se ai do të kënaqet shumë kur të takojë Zotin e tij dhe do ta shpërblej me një shpërblim pa mas.